Edhe shpesher më bajken, shpesher nervoz, na herë edhe nervozat mëdhaja, idhnimet mëdhaja, a diçka thash, 3 ndëshkime, i ki për 3 ditë, e tha, qka e kam, tha, shko rezervoje një dhomë në hotel, se po të mërzitet shpia, pak po duhet me ndru, edhe shko, thash, rezervoje një darkë, edhe përgatite një dhurat. Që kjo do me thonë, pak mja vështërsu faljen, se ti qose gjithmon i falë, gjithmonë ka me gabu. Prandaj, edhe falja e lyp vendin e vetë, mirë po, është madhështore. Kjo do të thotë që dashnin duona me dhënë me karar? Po, me dhënë me karar edhe me ditë kur me dhënë, sepse në qose nuk e vlerëson një burr apo një fëmijë, qose nuk e vlerëson dashurin tënde edhe si non, edhe si bashkëshorte, atëherë pa marrë parasysh që ne jemi përgjegjës ndaj njeri tjetrit për punë që kemi, por duhet me i caktu kufit. Kufit, se kur kuptojnë njerëzit, hajtë se Antigona po falë, që i bëj që ka du. Do me thënë, prapë, falja është e madhe, po gjerisa na nuk i kryojmë kufit për vetën tonë, nuk të vlerëson kërkush. Iqbal, ti ke pas disa deklarata të cilat